Në kuadër të ditës botërore të sëmurit që është me 7 shkurt, pranë rektoratit të Universitetit Luiq Gorakuqi u zhvillua një aktivitet mjekësor sensibilizues për qytetarët. Ky aktivitet u organizua nga Departamenti i Shkencave Paraklinike në bashkëpunim me shoqatën malteze. Studentët e infermierisë ofruan 3 shërbime bazë, siç janë matja tensionit arterial, matja glicemisë në gjak dhe matja indeksit të masës trupore. Bashkë me studentat e infermierisë po ofrojmë 3 shërbime bazë: matje të tensionit arterial, të glicemisë në gjak dhe të indeksit të masës trupore. Her pas here ne ofrojmë këto aktivitete sepse është shumë e rëndësishme kontrolli i her pas hershëm dhe i këshillimit në lidhje me rezultatet që dalin. Ka raste që nuk e din që del për shembull rezultati i glicemisë, kishim pak më përpara që nuk e dite dhe ishte një normë shumë e lartë, 400, që nuk kishte hiç dijeni. Normalisht që ne i këshillume bashkë me studentat e infermierisë që me bën një kontroll më të specializuar. Ky aktivitet na shërben ne si praktikë profesionale, si dhe ndihmon qytetarët në promovimin e shëndetit, domethënë ke një kontroll të vazhdueshëm monitorimin e parametrave të shëndetësor të tyre. Kontrollet shëndetësore erdhën falas për çdo qytetar, ndërsa krahas shërbimit dhe sensibilizimit që ju ofrua qytetarëve, aktivitetet të tilla ju shërben edhe studentëve të infermierisë për fituar eksperiencë.